Thellë në zemër të pyllit, aty ku drita e diellit mezi depërton, roja i pyllit Trevis zbuloi diçka që nuk duhej parë kurrë. Një aparat fotografik i vjetër, i groposur në dekada balte, mbante sekrete që do të trondisnin mbar komunitetin. Ndërsa fotot e para nisën të shfaqeshin, ajo që dukej si një kamping i lumtur familjar, mori një kthes rrëqethëse. Në skaj të çdo shkrepjeje, një figurë ogurzez vëzhgonte nga hijet, por e vërteta ishte shumë më e tmerrshme dhe më e çuditshme nga sa mund ta imagjinonte kushdo. Bëhuni gati, sepse kjo histori do t'ju bëjë të dyshoni për çdo hije që shihni mes pemëve. Thellë në zemër të pyllit të dendur, roja i pyllit Trevis hasi në një aparat fotografik të vjetër e të rrahur nga koha, të groposur në një shtresë gjethesh dhe dherash. Ndërsa e pastroi nga pluhuri dhe shikoi fotot brenda tij, fytyra e tij u zbeh dhe një drithërim e ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore. Trevis e kuptoi se fotot ishin dekadat vjetra, duke paraqitur një familje prej 4 personash që po kamponin të lumtur. Ajo që i shkaktoi drithërimën ishte fikura ogurzez që përgjonte në skaj të çdo kuadri. Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende, si dhe godisni zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Kur roja i pyllit Trevis pikasi për herë të parë diçka që shkëlqente në balt, thellë në pyllin që ishte i ngarkuar ta mbronte, ai nuk e kishte idenë se me çfarë kishte të bënte. Ai priste që të ishte thjesht ndonjë mbeturin, dhe pjesërisht kishte të drejtë, pasi aparati i vjetër që do të përfundonte duke e nxjerrë nga dheu, dukej në një gjendje absolutisht të tmerrshme.